kanale, edhe vinin këtu edhe uleshin në bishtin e rrepëve dhe loznin letra. Edhe pinin një kafe të xhevua. Është për të dhimbsur, që shka ta ndisur këshu. Deti rrëmt, rufulli, me sundi, që ne jemi rritur këtu dhe të gjitha janë thare dhe kanë darë. Si mund të ketë fshati jonë vetëm 40 minuta ujë, që të gjithë djemët u kthyer nga Anglia për të punuar këto toka dhe për t'i patur të jeshile, të bukurat, me misër, me grur. Dhe e dini shumë mirë përse kam fjalën. Dhe vllai im ishte pompist aty, edhe njëherë që i vurën pompat, para 40 vjet dhe e thanë detin e rrymë që kishte mbi 6 metra ujë. Këtë e dim të gjithë. Jemi të gjithë dëshmimtarë. Kam ardhur nga Greqia, edhe do vi sa herë që të jetë nevojë që ta marrin vesh të gjithë. Kur ka ardhur Edi Rama atje vajta dhe mbaja flamurin lartë, se erdhi në Greqi mbas 30 vjetëve. Dhe njëherë dëgjuam një llaf të mirë, se nuk kishim asnjë të drejtë për emigrantë. Nuk kishim njëherë lejet e kalimit për të qenë. Dhe jemi të indinjuar, jemi të mërzitur, jemi të zhgënjur, se kujtonim që ai do të ishte gjithmonë me neve për të mirën e vendit dhe të jemi të gjithë fëmijët tanë të vinë këtu edhe të lozën në rulishten tonë. Edhe të bëhet rulishtja siç ishte, që babagjyshi im e mbillte dhe mirëmbante derisa doli në pension. Dhe është bërë kështu. Më dhimbse, çfarë të bëjmë? Them që ai dhe kuptoi këtë gjë, them se ai dhe shikoi më shumë seriozisht, edhe patjetër duhet të përdorën. Patjetër. Ta marrim mbrapa të gjithë këtë gjë që po i bëhet vendit tonë. Fshati tonë. Faleminderit.